Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, do diskutojmë mbi luftime që janë duke zhvilluar për disa ditësh tashmë mes boshtit Izrael SBA ndaj Iranit. Me ne është bashkuar njohësi i çështjeve ndërkombëtare Roel Domi. Zoti Domi, faleminderit shumë që jeni me ne. Mario, të falenderoj për ftesën, kënaqësi. Një sulm i koordinuar me 28 shkurt. Ishte i parapërgatitur me çka u mësua më vonë. Çfarë ndodhi konkretisht? Ne kemi kohë fakt që flasim për mundësinë e një sulmi të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Dhe në fakt edhe në një prej emisioneve të kaluara që ne kemi zhvilluar të dy së bashku, kemi folur pra për mundësinë reale të këtij sulmi. Dhe sigurisht që siç e the edhe ti, 2 ditë më parë në ta shkëlqyeturin operacion Epic Fury, pra furia epike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në koordinim me forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë goditur objektiva në Iran dhe është mësuar që gjatë tyre goditjeve është vrarë dhe Ayatollah Ali Khamenei, që ishte dhe udhëheqësi suprem i Iranit dhe që drejtonte vendin prej 20 e ca vitesh që nga vdekja e të atit tij. Kuptohet që për të dhënë ndoshta publikut një lloj tabloje historike të Iranit. Irani ka qenë një monarki deri në vitin 1979 dhe në vitin 1979 ndodhi revolucioni islamik, përmbyset monarkia, një monarki pro-perëndimore. Irani në fakt ka pas marrëdhënie shumë mira me Amerikën dhe me Izraelin përpara përmbysjes dhe vjen Ayatollah Ruhollah Khomeini dhe pastaj vjen i biri i tij Ali Khamenei. Dhe këta dy kanë qeverisur Iranin në mënyrë despotike, duke shtypur pakica, duke shtypur gratë, duke dëmtuar ekonominë e vendit, duke i marrë parat iranianëve, duke i bërë çuar raketa edhe për armatime dhe për mbështetje të grupeve ekstremiste terroriste në gjithë rajonin. Dhe ana tjetër vlen të thuhet dhe fakti që arsye kryesore pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po sulmojnë Iranin ka të bëjë me programin përthamor të Iranit. Po të kujtojmë verën e kaluar, kemi pasur një operacion tjetër të quajtur Midnight Hammer, i cili pasoi luftën 12 ditore midis Iranit dhe Izraelit, një operacion i quajtur pra Midnight Hammer, që kiçi mes natës, gjatë cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditën bunkerët ku pasuroi uraniumi i arsenalit përthamor të Iranit për publikun. Vlen të thuhet që pasurimi i uraniumit është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të testatave përthamore. Këto bunker u shkatruan, por Irani sërish të vijoi me idenë se do ta rindërtonte programin e vet të përthamor dhe ka diku ke 6-7 muaj negociata, që nga ai moment të fakt tani midis administratës amerikane dhe Iranit, që Irani mos ta bëjë këtë gjë dhe si duket nuk është arritur një përfundim në këto negociata dhe patjetër mungesa e arritjes së një rezultati ka sjell këtë sulm. Tani më ka 2 ditë konflikt dhe do të them dhe pse po e quajmë konflikt dhe jo luftë, por për një moment tjetër, megjithatë ka 2 ditë konflikt dhe sigurisht që ka viktima, janë vrarë 4 ushtarë amerikan, Irani ka bombarduar Katarin, Omanin, Bahreinin, Kuvajtin, ka hedhur raketa në Izrael, ka hedhur raketa në Kipro. Ka dhe zëra që larg qoftë mos ndodh kur që Irani të sulmojë dhe Shqipërinë, sepse siç ne edhe e dimë, në Shqipëri strehohet opozita iraniane mek, që regjimi i Teheranit, regjimi i Ayatollahëve quhen terroristë. Dhe shpresojmë që mos ndodhi, por në këtë situatë përshkallëzuar kur Irani po sulmon vende që nuk e kanë sulmuar me pretekstin që po mbrohen nga amerikanët dhe nga izraelitët, sigurisht që dhe Shqipëria faktikisht është në hartë. Nga ana tjetër, vlen të thuhet që administrata amerikane, presidenti Trump, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, e kanë bërë të qartë që nuk do të kjo luftë në Iran nuk do të jetë një Irak i dytë, nuk do të jetë një zgjatje e një lufte 20 vjeçare me ushtar amerikan, do të jetë një fushatë ajrore disa javore derisa regjimi të largohet. Dhe nga ana tjetër vlen të thuhet që pse kjo nuk është luftë, edhe se ne mund ta quajmë luftë në fakt, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lufta shpahet nga Kongresi. Është Kongresi amerikan që jep autorizimin për luftë. Çdo lloj operacioni ushtarak pastaj pa autorizimin e Kongresit nuk është luftë. Pavarësisht se mund të quhet luftë në terma të përgjithshëm, në terma ligjor dhe strukturor dhe institucional, nuk është luftë. Kështu që kjo është një farë mënyrë tabloja e çfarë ka ndodhur këto ditë.
qartë, por kishte shumë kuriozitet sa i takon edhe sulmit që u zhvillua ndaj Ayatollah Ali Khameneit. Ishte një sulm shumë preciz, një bashkëpunim mes CIA-s edhe Mossadit të Izraelit, shkaqoi në një lokacion të saktë të vendodhjes së tij dhe vdekjen tragjike. Kishte muaj, ka detaje rreth këtij operacioni gjithmonë, nëse keni dieni. Po ka detaje, domethënë e para njëherë vlen thuhet që të paktën çfarë ne kemi mësuar nga autoritetet amerikane është që ky plan, pra operacioni Epic Fury, ishte 7-8 muaj që përgatitej. Dhe nga ana tjetër ata e dinin ku qëndronte Ali Khamenei, domethënë ku ishte fshehur, madje shfolur dhe në luftën e kaluar, luftën 12 ditore midis Iranit dhe Izraelit, që Irani ka dashur ta ekzekutojë, ka dashur ta eliminojë Khamenein që atëherë, por ka qenë Shtetet e Bashkuara që i kanë thënë jo Iranit, i kanë thënë ndalo nuk mund ta sulmosh. Ndërkohë që në këtë luftë si duhet, qëllimi ka qenë ndërrimi i regjimit, Khamenei nuk e ka pranuar dhe është bërë në mënyrë automatike target. Mos harrojmë që kjo është e bazuar dhe në ligj amerikan, sepse Khamenei është përgjegjës për vrasjen e qindra ushtarëve amerikan, dhe sigurisht që siç e tha dhe sot sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, if you kill our soldiers, we will hunt you down and kill you. Pra nëse ti vret ushtarët tanë, ne do t'ju ndjekim dhe do t'ju vrasim, do t'ju eliminojmë. Dhe është krejtësisht racionale në aspektin e rregullave të bashkëjetesës midis dy vendeve. Kështu që në këtë kuadër është patjetër një bashkëpunim i shërbimeve sekrete dhe dije Khamenei ku ishte. Ajo që mua po më surprizon është që siç po duket regjimi iranian akoma është solid. Pra ka marrë goditje patjetër, është vrarë Khamenei, por raketat iraniane dhe dronët iranian vijojnë të hidhen në ajër. Sepse pritet që nëse ti vret liderin suprem, të demoralizohet të gjithë kupola, edhe garda revolucionare iraniane të mos ketë mundësi të veprojnë. Në fakt ata kanë vepruar po shkaktojnë goxha dëme. Një prej goditjeve më të bujshme që ndodhi sot për shembull ishte goditja kundër rafinerisë së naftës Saudi Aramco, kompanisë Saudi Aramco, që është kompania më e madhe shtetërore e përpunimit të naftës në lindjen e mesme dhe në Arabinë Saudite. Nga ana tjetër Irani ka midis Iranit dhe Gjirit Persik ndodhet dhe ngushtica e Hormuzit, ku kalon 1/3 e naftës krudo globale. Dhe në rast se Irani e bllokon atë gjë, domethënë mund të ketë rritje të çmimit të naftës, të shkojë një fuqi deri në $100 fuqia. Dhe ne gjaja kemi parë tani me tregjet, se unë po shija pak tregjet e kapitalit sot, që ka rënje të aksioneve, ka rritje të çmimeve të naftës, ka vajt $79 nafta, fuqia e naftës. Dhe nga ana tjetër pritet që të shkojë më lart në rast se mbyll kjo ngushticë. Pra ka implikime të gjëra. Po ashtu ishte tepër interesante edhe sulmit e kontinuara që ka bërë Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me artilleri të shumta, municione që kanë përdorur ndaj Iranit. A ka municione të reja që s'janë parë më herët në luftra që janë zhvilluar mes tyre, por edhe të ngjashme? Shiko, jam i bindur që unë nuk jam ekspert i armëve, i armative, i municioneve, por po të rikthehemi prapë ke operacioni Midnight Hammer i verës kaluar, u përdorën avionet bombardues B2. Quhet B2 sepse është 2B, pra bunker busters, pra shkatruesit e bunkerëve. Pra janë avion, raketat e së cilëve mund shkojnë të godasin bunker nën toksor. Pra, si bunker është nën tokë, ai mund ta godasi. Dhe ajo është një armë, domethënë është avion mjaft i sofistikuar. Dhe jam i bindur që Amerika ka avion më të sofistikuar, por që nuk i nxjerr, por nuk jam ekspert i kësaj gjë. Patjetër që ajo që mendon është strategjia amerikane dhe izraelite për momentin është që ta lodhin pak regjimin. Pra Amerika dhe Izraeli nuk kanë fut në këtë luftë as 5 apo 10% të resurseve të tyre. Irani është duke luftuar për veten e vetëm, është duke luftuar në gramat e fundit, por lufton me çdo gjë që ka. Dhe kjo është strategjia amerikane që t'i lën këta të godasin pak, t'i harxojnë bateritë dhe Amerika pastaj ta ketë hapur fushën, sepse sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk janë kursesi në të njëjtën fuqi. Domethënë fakti që duket sikur ka një farë pariteti që ka goditje nga dy akrat është sepse Amerika nuk po përdor gjithë resurset e veta, se po ti përdorte kjo luftë do mbyllej shumë shpejt. Por nuk është ky qëllimi i administratës së Trump, qëllimi është ndërrimi i regjimit.
Zoti Domi, ju e thatë edhe pak me pasazhet shkurtra në fjalën tuaj që ka kërcënim nga Irani për të goditur Shqipërinë. Orët e fundit, minutat e fundit duket se është bërë konkrete, shumë raportime që vijnë nga Irani, nga lindja e mesme thonë që mund të godasi edhe Mekun që ndodhet pikërisht në Mans. A mendoni që është e mundur kjo me kapacitetet ushtarake që ka Irani, me atë që ju lexoni në mendjen ndërkombëtare? Shiko, Irani ka raketa që mund të mbrin deri në Evropë. Edhe madje kanë raketa balistike interkontinentale që kanë fuqi goditëse shumë të madhe dhe shpresojmë që largo zot mos u përdorshin kurrë ato raketa sepse kanë fuqi shkatruese shumë të madhe. Nga ana tjetër, jemi akoma në kuadrin e spekulimeve sepse domethënë nuk ka akoma një indikacion nga qeveria atje që mund të ketë një goditje, por duke parë çfarë ka ndodhur që janë goditur shumë aleat të Amerikës, duke ditur që është goditur dhe Qipro, dhe madje ushtria greke ka dërguar përforcime në Qipro. Shqipëria fatkeqësisht është një risk, është e kërcënuar sepse ka kampin Mek, që është opozita iraniane. Unë mendoj që s'ka asnjë arsye pse, domethënë ka qenë gabimi i leadershipit tonë që ne e morëm Mekun, do të kishim bërë më shumë presion që ne mos ta merrim Mekun, jo sepse Meku është i keq dhe Irani është i mirë, sepse nuk bëhet fjalë për këtë gjë, por që Shqipëria të mos vijë fare në këtë lloj dilemash. Fatkeqësisht ne jemi në këtë situatë ku aleatët strategjik ne kërkuan që Meku të strahojë në Manës dhe ne e morëm. Dhe çdo lloj sulmi i Iranit do ishte një katastrofë edhe sigurisht që do të kishte impakt global, sepse do të përfshinte NATO në luftë, sepse Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe artikulli 5 i NATO-s mbetet akoma në fuqi, pra një sulm ndaj një vendi është një sulm ndaj gjithë vendeve dhe në rast se Irani do të bënte gabimin për këtë sulm, NATO do të hynte në luftë direkte me Iranin dhe Irani do të bëhej copeçik. Dhe jam i bindur për këtë gjë. Megjithatë, unë mendoj që ka mundësi të ndodhi, shanset janë akoma nën 50%, për shkak të kësaj arsye, për shkak se Shqipëria është antare me të drejtat plota e Organizatës Atlantikut Veriut të NATO-s, dhe prandaj ka rëndësinë e mbrojtja kolektive dhe prandaj ka rëndësinë e rendit i vjetër botror për cilin kemi folur. Sepse në të kundërt do ishim të pambrojtur, por ja që jemi të mbrojtur, e megjithatë është një situatë që mund të përshkallëzohet shumë shpejt. Është vërtet që inteligjenca amerikane, po ashtu dhe inteligjenca izraelite kanë rekurtuar njerëz shumë të afërt të zotit Khameneit, po ashtu dhe të udhëheqëses së Iranit, çka është duke mundësuar më pas edhe sulmet e tyre të suksesshme në lokacione tepër strategjike, siç ndodhi edhe në luftën 12 ditore të verës së shkuar, pra ku u goditën pikërisht bazat tepër të rëndësishme ku dyshohej që bëheshin dhe programet bërthamore, por edhe raketat balistike të Iranit. Shikoj që patjetër për vrasjen e Khameneit ka pasur informacion nga brenda, kjo nuk diskutohet. Se nga sa lart ka ardhur informacion, unë këtë nuk e di. Nuk di ta them domethënë, por që ka pasur informacion patjetër se ti s'mund ta dish ku është Khamenei, në çfarë godine është, në çfarë dhome është, çfarë karrige po ulet etj. Sepse flitet që deri në këtë detaj, ka qenë të informuar të dy shërbimet inteligjencë, qoftë ato amerikane, qoftë izraelite, në raport me vendodhjen precize të Ayatollah Ali Khameneit. Kështu që patjetër që ka pasur informacion, po sa lart ka qenë, nga sa lart ka ardhur informacion, nuk mund ta them dot. Pse nuk e ndërmori këto aksione zoti Trump në mandatin e tij të parë, kur ishte në krye të shtëpisë së bardhë? Pse zgjodhi pikërisht këto momente? Dhe lufta 4 vjeçare e Rusisë ndaj Ukrainës a ka ndryshuar të gjithë rregullin botëror, pra luftën e ka bërë si një akt shumë më të lehtë se ç'ishte më herët? Si e shikoni ju? Shiko, pushtimi Rusi-Ukrainës patjetër ka hapur kutinë e Pandorës, sepse deri në 24 shkurt të vitit 2022 ishte e kuptuar që vendet bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe i zgjidhin problemet e tyre me diplomaci. Por nga ana tjetër vlen të thuhet që edhe në këtë epokën e rendit liberal, SBA-ja për shembull ka pushtuar Irakun, që sigurisht është kundërshtuar nga shumë si shkelje ligji ndërkombëtar. SBA-ja ka hyrë në Afganistan për shkak të 11 shtatorit. Pra, është vërtet që
Pushtimi rus i Ukrainës ka hapur kutinë e Pandorës, por nga ana tjetër, rendi botror liberal ka qenë gjithmonë i dominuar nga amerikanët. Amerikanët gjithmonë kanë pasur legitimitetin të bëjnë çfarë të duan. Kështu që varet si e sheh këtë gjë. Nga ana tjetër, patjetër që kemi një, domethënë ka një unë nuk di ta them saktësisht pse Trump e zgjodhi ta bënte në mandatin e dytë këtë gjë, por ai ka pasimon një retorik të ashpër ndaj Iranit. Në vitin 2018, administrata amerikane, 2019, administrata amerikane del nga marrëveshja bërthamore e Iranit, që ishte firmosur në 14 korrik të vitit të 2015 nga administrata Obama. Është një marrëveshje që hiqte sanksionet amerikane ndaj Iranit në këmbim të disa dëshimeve që Irani bënte në raport me programet bërthamore. Administrata Trump doli nga kjo marrëveshje sepse e konsideronte si një marrëveshje që nuk po zbatohej nga palë iraniane dhe me të drejtë, sepse Irani vijoi të pasuronte uraniumin edhe në një kohë kur sanksionet amerikane ishin hequr. Aktualisht, dhe sigurisht që atëre nuk bëhej fjalë për një sulm amerikan, sepse Trump sapo kishte ardhur në pushtet, kishte të tjera sfida dhe nuk mundot që me kartën e anti-luftës të vinte dhe të hapte një luftë. Ndërkohë që administrata e dytë Trump është shumë e përgatitur, ka një staf shumë e përgatitur, ka një vizion të politikës jashtme të përgati, sepse ne dimë mirë që nga 6 janari i vitit 2021 sulmi mbi Capitol Hillin, 20 janari i vitit 2021 kur presidenti Biden hyrë në zyrë, dhe nga ajo datë deri në fushatën elektorale të vitit 2024, think tanket ose institutet studimore konservatore kanë punuar fuqimisht që nëse Trumpi vjen për një mandat tjetër, ta ketë gati stafin, të ketë gati urdhrat ekzekutiv, të ketë gati një vizion për politikën e jashtme. Më t'i ke pas Heritage Foundation, që është fondacioni më i madh konservator në Amerikë, që ka punuar për projektin 2025. Domethënë, ata kishin mbi 500 urdhra ekzekutiv gati që Trumpi thjesht kishte për t'i firmosur në ditën e parë. Pra ajo që duhet të marrë është që në administratën e parë Trump mungonte logjistika. Në administratën e dytë Trump ishte logjistika. Dhe më kohë kemi parë për shembull 2 muaj përpara se kjo administratë të merrte të pushtetin largimin e Bashar al-Assadit nga Siria. Më pas kemi parë në këtë vit, herët në janar, arrestimin e Nicolas Maduros në Venezuelë. Tani më pam vrasjen e Ali Khameneit dhe po shohim dërim regjimesh në Iran, shpresoj të paktën. Pra, po ndodhin këto akte tani sepse Trump ka një vizion më të qartë dhe ka njerëz të cilët mund ta çojnë këtë vizion përpara tani më afër tij. Sa reale janë thashë themet apo publikimet që janë në media që zoti Trump e ndërmori këtë aksion pikërisht për të shuar edhe tymnajen e madhe që lëvizi u përhap në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës pas shpërthimit të dosjes Epstein. Si e shikoni ju këtë? Shiko, operacioni Epic Fury ka 7-8 muaj që përgatitet. Dhe duke ditë që ka 7-8 muaj që përgatitet, nuk shoh ndonjë korrelacion me të gjën tjetër. Patjetër që edhe në mënyrë të paqëllimshme i shkon përshtat të Trumpit, administratës Trump, sepse vëmendja ai që nga dosjet e Jeffrey Epsteinit dhe shkon ke lufta me Iranin ose konflikti me Iranin, si të doni më ta quajmë. Nuk mendoj që është bërë me plan, por mendoj që ka rastisur dhe është e ndihmon zotin Trump ky zhvillim. A ka kapacitete ushtarake, sepse zoti Trump në fjalimin që tha ditën e sotme përmendi paksa që nëse unë nuk do vriste Khamenein, ai do më vriste mua, janë duke përgatitur raketa që mund vinin deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A ka kapacitet aktualisht ushtarak Irani për të goditur Amerikën nga pozicioni i hartës që ajo ndodhe, pozicioni gjeografik? Shikoj, Irani mund mos ketë kapacitet për të goditur Amerikën, por në rast se Irani merr armë bërthamore, sigurisht që ka kapacitetin për ta goditur Amerikën. Dhe edhe pse Irani mund të jetë larg nga SBA-ja, Irani është rrethuar nga baza amerikane atje dhe sigurisht që ka godit baza amerikane. Irani ka vrarë ushtar amerikan. Irani ka mbështetur 3 grupe terroriste që i ka konsideruar boshti rezistencës, Hamas, Hezbollah dhe Houthit, për të rrethuar 2 aleatët kryesorë të Amerikës në lindjen e mesme, Hamas dhe Hezbollah për të rrethuar Izraelin
dhe Houthit për të përballur me Arabinë Saudite. Domethënë, nga ana tjetër kanë dhe sigurisht kanë atje ngushticën e Hormuzit, pra në rast se ata bëjnë bllokadë të ngushticës së Hormuzit, do ta dëmtojnë fort botën, edhe Amerikën në aspektin ekonomik. Domethënë, edhe sikur Irani të mos ketë mundësi të çojë raketa në Amerikë, në SBA, Irani i dëmton interesat amerikane ndjeshëm. Nga ana tjetër, Irani po dëmton dhe Kinën tani, sepse nga ajo ngushtica e Hormuzit, naftën domethënë sasi më të madhe të naftës që kalon nga ajo ngushticë merr Kina. Dhe Kina do paguajë naftë më të shtrenjtë. Dhe edhe vetë Kinës që presupozohet jetë aleat i Iranit, nuk i leverdis që Irani për shembull të bombardojë rafineri naftë ose Irani të mbyll ngushticën e Hormuzit. Pra, domethënë Irani funksionon ekziston teoria e mos proliferimit të armëve. Pra, armëve bërthamore, që do thotë, bota ka X numër vendesh që kanë armë bërthamore. Në rast se të gjithë vendeve u jepet e drejta për të marrë armë bërthamore, atëherë i bie që të gjithë konfliktet bëhen me armë bërthamore. Dhe jo më kot, të gjithë marrëveshjet që janë arritur që të mos ketë që vendet të mos marrin me armë bërthamore. Sepse për shembull në lidhjen e mesme Irani Arabia Saudite ka thënë që nëse Irani merr armë bërthamore, do marrin dhe ne armë bërthamore. Dhe kjo është situatë shumë e keqe, se fillojnë të gjithë vendet armatose me armë bërthamore, nuk mbaron kurrë. Dhe prandaj, edhe në aspektin e principit të ligjit ndërkombëtar dhe të ruajtjes së stabilitetit, është e mira që asnjë vend të mos marrë me armë bërthamore. Ato që i kanë marrë armë bërthamore i kanë marrë, nuk kemi çfarë i bëjmë. Vendet e tjera nuk do t'i marrin armë bërthamore. Dhe kjo është dhe racionalja e ndërhyrjes amerikane në Iran. Në fjalimin e zotit Trump që kishte pas ditën e sotme me orën tonë, po jo me orën e tyre lokale, ai po tregonte të gjitha arsyet se përse e ka goditur Iranin dhe foli paksa edhe për mos angazhimin, mos ndihmën e dhënë nga zoti Starmer, kryeministri i Britanisë së Madhe. Ju si e shikoni këtë, duke qenë se zoti Starmer, po ashtu edhe Pedro Sanchez i Spanjës kanë treguar një rol neutral sa i takon këtyre konflikteve? Mendoni që ka një hapësirë, një bosh të krijuar dhe një hendek mes Evropës, perëndimit me SBA-n? Shiko, në fakt është vetëm Spanja e cila është neutrale, sepse sot Britania e Madhe ka deklaruar që vetë kryeministri Starmer ka deklaruar që bazat tona janë në përdorimin amerikan, nëse ata duan. Dhe madje një prej bazave të RAF-it, të Royal Air Forces, që është ushtria ajrore e Britanisë së Madhe, është bombarduar nga Irani, shkojë me një raketë nga Irani. Një prej bazave që ta kanë në Kipro. Kështu që mendoj që kjo si tezë nuk qëndron për Britaninë, por qëndron për Spanjën. Shiko, ka një ndarje patjetër, që ne kemi parë edhe në bordin e paqes, edhe në kërcënimet amerikane për të marrë Groenlandën, edhe në gjëra të tjera. Por të mos harrojmë që Evropa nuk ka çfarë bën. Domethënë edhe sikur Evropa ta urrejë çfarë po bën administrata Trump, tani ka për detyrë të shkojë të go along, pra të ndjek fillin e politikës së Trump, sepse është e dobët dhe ka nevojë që Amerika të mos largohet nga Evropa. Dhe që Amerika të mos largohet nga Evropa, sigurisht që do duhet që të mbështesë aksionet amerikane dhe të jetë e gjinshme për Amerikën kur Amerika të ketë nevojë, siç në rastin e Iranit. Zotë Domi, jemi në perspektivën e një lufte të tretë botërore? Jemi afër një lufte të tretë botërore, mendoj unë, sepse shohim shumë konflikte të ndizën, pra lufta në Ukrainë, lufta në Gaza, konfliktet midis luftë regjimit të talibanëve në Afganistan, ka nisë bombardimet, pra Pakistani dhe Afganistani tani më janë në gjendje lufte. Kemi sulmin e Amerikës dhe Izraelit në Iran, që sigurisht ka ardhur mbas verës së kaluar, ku ne pam një luftë 12 ditore midis Iranit dhe Izraelit. Pra kemi parë kemi 4-5 vatra lufte të hapura. Sigurisht që lufta botërore do duhet të përfshijë gjithë vendet, ose do duhet të përfshijë aleanca të mëdha. Pra nëse për shembull NATO do të përfshijë një luftë me Rusinë,
ose NATO të përfshihej në një luftë me Iranin, patjetër që mendojmë do të me shumë të drejtë do thuaj që ka nisur lufta tre botërore. Por deri në këtë fazë jemi duke ju afruar mendoj unë, por nuk jemi akoma në një luftë tre botërore. Në një kohë që borxhi i jashtëm amerikan është rritur, po lexoj një artikull që fliste për 38 trilion dollar borxh amerikan pra të jashtëm, e po ashtu edhe kjo luftë ka goxha kosto. Cili mendoni që do të jetë fundi? Fundi në raport me Në raport me në buxhetin raport me Amerikën. në raport me Amerikën, në raport me situatën ekonomike që ndodhet, normalisht që është superfuqi, por ky borxh i jashtëm është i fryrë, duke qenë se zoti Trump e la në 20 trilion dollar në momentin që u largua nga shtëpia e bardhë në mandatin e tij të parë dhe tashmë është 38 trilion dollar. Kështu që edhe kostot e këtij konflikti kanë goxha pesh, sepse vetëm në një ditë mos gaboj mirëmbajtja e të gjithë arsenalit të armëve, trupave shkon diku te 300 miliard dollar në ditë. Pra është një kosto të jetë e madhe. Mendoni që sa më gjatë në kohë të jetë ky konflikt do e dobësonte Amerikën në një këndvështrim më të gjerë? Që Banka Qendrore Amerikane, si çdo bankë tjetër qendrore, ka fuqinë të printoj para. Dhe mjafton që ajo para të shpenzohet diku, pra të ketë mjaftueshëm produkte për t'u blerë nga ajo para dhe ajo para nuk është inflacionare. Pra për shembull nëse rezervat federale injektojnë po them 2 trilion dollar shtesë në ekonominë amerikane për të përballuar luftën, dhe qeveria amerikane arrin të prodhojë tanke, artilleri, armë, dreqe shejtan që mund të blihen me 2 trilion dollar, atëherë ai injektim i paras nuk është inflacionar. Kështu që në këtë kuadër nuk mendoj që duhet të shqetësohemi, por sigurisht që borxhi publik është patjetër një shqetësim i madh që është çështje më shumë e politikës së brendshme amerikane dhe nuk lidhet shumë me ushtrin. Borxhi publik në Amerikë në fakt do të thënë rritet në mënyrë eksponenciale për shkak të programeve sociale, të Social Security, të Medicare, të Medicaid etj. Dhe ushtria nuk kontribon shumë ka ajo. Qartë, sot e domi me atë që keni lexuar, zoti Trump ka thënë që do të jetë një luftë e shpejtë, edhe po u zgjat në kohë. Unë jam një person që nuk mërzitem shumë, kam durim që ta zgjas atë. Si e shikoni ju? Do jetë një luftë e gjatë apo një luftë pak më shumë se 12 ditë siç pam në verë? Shiko, ajo që është konfirmuar nga administrata amerikane është që kjo luftë do të zgjasë për disa javë. Dhe ai ka paraemëruar që do të ketë edhe viktima të tjera amerikane, dhe ka paraemëruar që do të zgjasë, por unë mendoj që nuk do të jetë një luftë e gjatë. Mendoj që brenda muajit Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kenë mposhtur regjimin e Ayatollahëve dhe në Iran do të kemi qoftë një rokad brenda regjimit, flitet për figura më të moderuar brenda atij regjimi ose ndërrim regjimi. Qartë, do të faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.